Edicion special. Nëntori quhet si muaji më i rëndësishëm për shqiptarët, sepse ka të bëjë me dy pika kyçe historike, dy data që shënojnë arritjen dhe realizimin e një ëndre për një komb. Data e parë, 22 nëntor 1908, shënon unifikimin e alfabetit shqip dhe zyrtarizimin e tij, sepse deri atëherë shqipja shkruhej me alfabete të tjera, që vetëm ishin zyrtare dhe dominante, varësisht nga krahinat se ku shkruhej shqipja. Kongresi i Manastirit ose Kongresi i Alfabetit ishte një konferencë akademike, e cila u mbajt në Manastir, që sot gjendet në Maqedoninë e Veriut. Ky kongres kishte një qëllim: standardizimin e gjuhës shqipe dhe përpilimin e një alfabeti të vetëm dhe të unifikuar me të cilin do të shkruhej kjo gjuhë. Pra, një të drejtë që e kishin të gjitha gjuhët. Këtë ngjarje historike, këtë kongres, e organizoi Shoqëria Bashkimi në shtëpinë e Fehim Zavalanit, që ishte edhe selia e shoqërisë, sot Muzeu i Kongresit të Alfabetit. Shoqëria Bashkimi luajti një rol vendimtar në përhapjen e gjuhës shqipe dhe në organizimin e kongresit. U themelua nga intelektual shqiptar në qytetin e Manastirit, atkohë një qendër e rëndësishme e perandorisë osmane. Para mendoni të flisni një gjuhë, ta keni në kujtesën tuaj dhe njëkohësisht ta shkruani atë me një alfabet tjetër, madje jo vetëm me një. Që nga fillimi, apo nga dokumentet më të vjetra të shkruara në gjuhën shqipe, që datojnë nga shekulli 14, shqipja është shkruar me shkronja latine, greke, arabe e kështu me radhë. Dhe me që në atë kohë nuk kishte alfabet të zyrtarizuar të shqipes, gjuha shkruhej me alfabete që mbisundonin e që ishin zyrtare në vende e rajone të ndryshme. Në këto rrethana gjuha është shkruar dhe është ruajtur pothuajse me fanatizëm, duke e adaptuar në sisteme të tjera shkronjash. Fati i shqiptarëve ishte që të jenë të ndarë, si në aspektin gjeografik, ashtu edhe në atë fetar. Kështu që shqiptarët katolik shkruanin me shkronja latine, ortodoksët me shkronja greke, shqiptarët musliman me shkronja arabe, e kështu me radhë. Kjo e bënte të vështirë botimin e librave, gazetave apo edhe mësimin në Shqip. Para kongresit të Manastirit, ka pasur disa përpjekje për të përpiluar alfabetin shqip nga personalitetet të ndryshme, që vinin nga rajone të ndryshme ku jetonin shqiptarët. Pra, intelektualet u përpoqën të hartojnë alfabete neutrale, që do të pranoheshin nga të gjithë shqiptarët, pavarësisht religionit ose përkatësisë fetare. Ndërto ishin alfabeti i Elbasanit, që ishte një alfabet unik i krijuar në mes të shekullit 18, diku rreth viteve 1750-1760, i emërtuar sipas qytetit të Elbasanit, në Shqipërinë qendrore. Pastaj, në shekullin 19, në periudhën midis viteve 1825-1845, u hartua një alfabet tjetër nga Naum Veçilharxhi, që u quajt alfabeti i Vidhkuqit. Vidhkuqi duke qenë edhe fshati i lindjes i Veçilharxhit. Veçilharxhi synoi të krijonte një alfabet kombëtar dhe neutral pa ndikime nga kulturat e tjera. Pastaj, në vitin 1879, nga Shoqëria e Stambollit, e themeluar nga intelektual si Sami Frashëri, Naim Frashëri, Jani Vreto dhe të tjerë, u hartua një alfabet praktik dhe i thjesht me bazë latine, për tu përdorur në përshkolla për mësim. Kongresi i Manastirit është një moment shumë i rëndësishëm historik dhe kulturor për popullin shqiptar, sepse në këtë kongres, pas shumë përpjekjeve, debateve dhe mendimeve të ndryshme, më në fund u arrit të formohet një alfabet i vetëm që do të bashkonte të gjithë shqiptarët.
Debate të shumta u bën rreth çështjes se në bazë të cilit alfabet apo cilit sistem të shkronjave do të përpilohet alfabeti shqip. U propozua shkrimi arabo-osman, për nuk i përshtatej tingujve të shqipes, sidomos zanoreve. Po ashtu, u propozua edhe shkrimi grek ose ai cirilik, por kjo do të perceptohej si një lidhje me kombet fqinje. Dhe në fund, shkronjat që përshtateshin më së shumti me gjuhën shqipe ishin shkronjat latine, sepse përshtatej më mirë me fonetikën shqiptare. Ishte neutral në aspektin fetar dhe lidhte shqiptarët me kulturën dhe botimet evropiane. Ishin 2 alfabete të përpiluara në Kongresin e Manastirit që ngjallën debatin kryesor, se cili do të përdorej për gjuhën shqipe. Alfabeti i Stambollit me bazë latine, udhëhequr nga Sami Frashëri, Jani Vreto, Pashko Vasa e të tjerë, dhe alfabeti i Shoqërisë Bashkimi, po ashtu me bazë latine, krijuar nga Shoqëria Bashkimi në Shkodër. Alfabeti i Shoqërisë Bashkimi ishte më ideal për shqipen, sepse në vend të shkronjave të veçanta për një numër të tingujve shqip, përdorte edhe digraf, si për shembull dh, gj, l, nj, r, sh, gj e kështu me radhë. Pas shumë debateve të gjata, delegatët vendosën të mos zgjedhin vetëm njërin nga 2 alfabetet, por të krijojnë nga të dyja një të unifikuar, bazuar kryesisht në alfabetin e Shoqërisë Bashkimi. Pra, alfabeti standard i sotëm është një verzion i unifikuar dhe i reformuar, i miratuar në vitin 1908 dhe i stabilizuar më vonë në shekullin 20. Mrekullisht, edhe me alfabetet të tjera, gjuha shqipe është shkruar dhe ka qarkulluar në gazeta, si dhe janë botuar libra dhe studime të ndryshme, duke bartur kulturën, jetën dhe traditat e shqiptarëve, tashmë në skemën botërore. Ky rrugtim i veçantë i gjuhës sonë ka shkëlqyer dhe ka bartur kulturën, folklorin dhe traditat nëpërmjet letërsisë, gazetave dhe artikujve, studimeve të ndryshme e kështu me radhë. Intelektualët shqiptar jo vetëm që ishin aktiv, por edhe ishin të organizuar në mënyrë të shkëlqyer. Këtë nuk do të mund ta bënin pa një pasion të madh dhe ndjenjë të fortë të atë dhe dashurisë. Populariteti i gjuhës shqipe ka qarkulluar në gjithë botën, sepse shqiptarët për arsye të ndryshme, siç e dim, i kishim në gjithë botën. Gazetat e Fanolit, Fajkonicës e Dalip Grecës, që botoheshin në SBA, siç është Gazeta Dielli, ndihmuan t'i bëjnë çështjet shqiptare aktuale dhe prezente jo vetëm ndërmjet nesh, por edhe në skenën botërore. Është shumë e rëndësishme të përmendet që ky unifikim i një alfabeti të vetëm i bashkoi të gjithë veprimtarët dhe krijuesit shqiptar kudo, që të shkruanin në një alfabet standard shqip. Momenti i dytë historik ishte shpallja e pavarësisë të shtetit shqiptar, më 28 nëntor 1912, ku Ismail Qemali bashkë me 40 delegat të zgjedhur nga populli ngritën flamurin në Vlorë. Shqipëria ishte pjesë e perandorisë osmane për rreth 500 vjet dhe krahinat shqiptare nuk kishin një administrim të përbashkët e as një status autonom. Rilindja kombëtare, që kishte filluar në fillim të shekullit 19, më sakt nga viti 1830, kontribuoi në të gjitha fushat e kulturës shqiptare, duke hapur shkolla shqipe, duke botuar vepra madhështore letrare e duke tentuar t'i vetëdijsoj e t'i bashkoj shqiptarët për të arritur një status të pavarur. Rrethanat e atëhershme përfaqësonin rrezikun e humbjes së identitetit shqiptar, për shkak të luftrave të shumta dhe synimeve gjeopolitike të fuqive të atëhershme.
Ismail Qemali, një ndër personalitetet më të shquara të rilindjes kombëtare, e nuhati këtë rrezik dhe menjëherë organizoi delegat nga të gjitha trojet shqiptare dhe ngriti flamurin në vitin 1912 në Vlorë, duke shpallur pavarësinë e shtetit shqiptar, apo Shqipëria e sotme, siç e njohim, dhe njëkohësisht u emërua edhe si kryeministri i parë i Shqipërisë. Kjo datë, po ashtu, është një ndër datat më të rëndësishme për kulturën dhe historinë shqiptare, sepse më në fund shteti shqiptar u zyrtarizua dhe në vijim u njoh edhe nga fuqitë botërore dhe shtetet e tjera. Në këtë periudhë të bekuar për ne, pas zyrtarizimit të gjuhës shqipe dhe pavarësisë, pasuan edhe disa momente të vështira në kuadër të njohjes ndërkombëtare, ku kufijtë e Shqipërisë u caktuan në mënyrë jo shumë të drejtë, pasi që territore shqiptare si Kosova, Çamëria e të tjera mbetën jashtë saj. Pavarësisht kohëve të vështira që kanë zgjatur me shekuj për ne, duhet të ndihemi krenar dhe të bekuar që kemi arritur të ruajmë identitetin dhe kulturën tonë, e që sot jemi të radhitur bashk me shtetet e zhvilluara moderne, duke treguar një shembull të vërtet demokratik në relacion me të gjitha shtetet fqinje. Nëntori për ne nuk është i rëndësishëm vetëm në aspektin kulturor, por edhe në atë historik. Janë data që do të mbahen mend edhe shumë gjatë kohë. Janë data që kanë të bëjnë me historinë dhe identitetin tonë, me kulturën, traditat dhe mbajtjen gjallë të frymës shqiptare.